Enca, tani bë sikur këto të dy nuk ekzistojnë. Okej, Tani ekzistoj vetëm unë, janë këta transformohen. Tani kam dy gjëra që unë vdes. Ushqimi dhe seksi. Por ne sot do flasim për ushqimin. Okej. Dhe kam disa pyetje shumë interesante për të kuptuar se çfarë raporti keti me ushqimin dhe çfarë të pëlqen ose Flasim për çfarë. ushqimin apo? Tani ti mendo çfarë të duash. Okej. Tani pyetja e parë është të pëlqen të hash në mëngjes apo në darkë? Tani, nga njëra anë më mirë të ngopesh mirë në mëngjes, po nga ana tjetër dhe ta lësh për darkë, që kur të vijë ajo darkë, ti mezi po e pret. Po. Si thua ti? Se di, unë jam më shumë për në darkë. Je për në darkë. Mëngjes jam Nuk zgjohesh herët në mëngjes? Unë sa fare mëngjes në një. Sa fare në mëngjes? Po. Okej. Ah. Unë kam kohë që sa në mëngjes. Pas ka shturia në nivele stratosferike. Tani kjo është shumë serioze. Okej. Të hash nga pak gjatë ditës apo të hash një vakt të plot? Tash disa herë apo një herë? Disa herë apo një herë dhe ngopesh edhe thua. Them që po ngope dhe ato herë të vogla mirë. Pe pikatore tani. Po tani varet se secili ka oriksin e vet. E vërtet. Apo jo? E vërtet. Sa herë ke ngrënë maksimumi brenda një dite? Brenda një dite. Sa Aq po sa kemi ngrënë gjithë nga 3-4. Ju po flasim për ushqimin, ë? Ushqim 3 vakte, 3 vakte. Largoni nënat nga ekrani. Se po fillojnë të gatuajnë. Tani okay, ke ngrënë 3-4 herë. Po koha më e gjatë që ke qëndruar pa ngrënë? Aq gjatë sa një njeri mesatar do kishte vdekur pa ngrënë. Nuk e besoj këtë. Po besoj ose mos e beso, nuk e ndryshon këtë fakt. Okej. Shumë gjatë. Tani, si një vajzë që ke eksperimentuar, më shumë të pëlqen ushqimi tradicional, ushqim shqiptar. që ke eksperimentuar, okej. Me Me kuzhinën, do me thënë në kuptimin tradicional dhe kuzhina e huaj. Po. Më shumë të pëlqen ushqimi i vendas apo i huaj? Mish. Sa kohë që apo i huaj? atë unë nuk haj mish, jam vegetariane me qiralafi, kam qenë my whole life. Por për sa kohë gatuhet mirë, secili ushqim është i mirë. Pastaj unë kam faza që më pëlqen më shumë tradicionale shqiptare, kam faza që më pëlqen më shumë kuzhina huaj. Këtu më duket folën vërtet për ushqim. Këto kohë janë të tradicionale. Kemi live ekskluziv. Po normale basha ndërkohë. Ne jemi të tradicional, ja. Po unë mendoj që ka shumë rëndësi dhe vendi ku ti zgjedh të ushqesh. Po. Ke pas ti ndonjë vend të çuditshëm që mund na e tregosh që mund të kesh ngrënë ushqim? Vendi çuditshëm që kam ngrënë? Sepse Kostiani ka ngrënë një bugace në Elbasan këmbë. Në këmbë. Në këmbë. Oh, E mbaj më kemi qenë për Vox Pop, po. Në trotuar. shumë keq që kemi qenë bashkë. Do të flasim për Bodrumin, po. Jo, mos e sill Bodrumin. Këtu në avion quhet? Në avion. Po, ku ta sillin ushqimin ato aty para dhe ti? Enca në avion. Apo flasim për ushqimin apo? Po. Ti çelitshëm, ai është normal. Tash në makinë. Po ndom në gjumit më aty që nuk para ha. Po kuzhinë ke ngrënë? Aty nuk pa. Vetëm në kuzhinë nuk pas ka ngrënë. Vetëm në kuzhinë. Te tavolina e ngrënies për shkak. Te tavolina e ngrënies. Apo shumë bazike. Kam ngrënë nga shtëpia e mamit, mo. Okej. Because she cooks very well. Motra që bëmë që të do ma motrës. Unë di ti këtë gjë. Tani pyetja e fundit, më mirë të hash vetëm apo bashkërisht me të tjerë në grup? Mua më pëlqen të ha me një tek person zakonisht. Unë dhe një person tjetër. Më pëlqen. On a date. Po, on a date. Jeni të dy Po, bashkë. jemi të dy bashkë. Me ushqim të mirë. Po. Dhe gjeje tani me këtë do jesh në ne të tre bashk. Me Kosta. Erdhi ka për lojën time të preferuar, Mystery Box. Enca, ja ku jemi në Mystery Box. Atë nuk shifet, këtu nuk shifet. Unë do të vendos disa produkte të ndryshme, nuk të siguroj nëse janë të rrezikshme apo jo, por le të nisim me të parën. Me të parën. Po, ti do duhet ta gjesh se çfarë është. Colorore. Okej, do ta gjesh çfarë. Ose të parët. Të parët. Po. Pas ka gjë këtu. Ule dorën poshtë, ule poshtë. Sticky. Yeah. Mos u doj që është me gjarpër. Ja, s'kemi gjarpër. Që ka dhe me lesh. That's what she said. Okej.
Okej, që kam e vërtet disa. Mos janë... Okej, nuk janë të gjalla. Që janë këta vizele? Ja! Bamje. Janë bamje. Produkti 2. Je gati? Okej, jam gati. Hajde, të shohim si do ta gjesh këtë. Kjo ka lesh, kjo që ka e gjallë. Lesh! Se djesh në Shqipëri që kishte lesh. Okej, ka lesh, por nuk ka fshon, apo ja? Më thënë... Nuk e di. Prek. Pas ka dhe topa. Pas ka dy topa. Ka më shumë po të shohësh, me kujdes. Kjo është me lesh dhe kjo është e gjallë. I don't know. Kjo është e gjallë dhe është... Kjo dhe po i argon mbi të gjitha. Po normale ta Kjo po i argon, jo, më dhje keq që këtë nuk e gjitha. Se i gjenë... Është kjo kësja? Ajo është paruke me vezë. Paruke me vezë? Është shirme. Okej, kjo është imagji fieri, more. E vërtet. Fiera të ndyrë. E vërtet, unë të e zënë që e në sëndë dhe bëra. Që ajo e preku Kosti alin si erdhi. Enca, jemi në raundin e fundit. Duhet të bësh shumë kujdes. Nuk është një objekt, por është një gjallës. Jam e sigur që kjo do jetë kot dhe si ato dy të parat. Kjo mund të jetë top tenisi. Po. Nuk kam më topa. Nuk kam më topa, Mbaruam me okej. topat e me leshin. Se di pse unë po ndihem konfidente për këtë. Jemi gati? Jemi gati. Ti e fusi dorën për shembull një kohë me mua? Hajde. Let's do it. Po pa e parë. Pa e parë. Okej. Që s'kam preka si gjë, se kon ta prek një rrugë. Okej. Sa po tron? Qysha. Kjo është gjarë për zotin! Gjarë! Me dorën tjetër. Është gjarë. Me vërtet? Po. Wow! Oh my god! A mund ta mbaj? Po, jepi, mund ta mbash. Enca, do që ta prekësh ta mbash atë gjarpin? Dua. Në trego sa lape nga të Velena je. Dhe mbes partizani, me gjitha. Ky është momenti jot. Ky është momenti jot, gjarpri ishte Do jot. ndaj për të gjitha ata dhe ato që kanë fobi nga gjarprind, për të treguar që unë jam aty për ju. Edhe ajo nuk ka fi nga gjarprin të estradës. Sa do ta thoj? Hajde, Okej. Enca. Bëj atë çfarë nuk ka bërë askush deri më tani. Oh my god. Oh, cutie. Oh, cutie. Me ka kërë mora? Cute. Ua, të me ershme. Jo. Kosta? Jo, të lutem. Nëse më do mua ta puthësh. Nëse më do mua ta Më puthësh. Okej, ta bëm Okej, gjarë. O, zot, sa të shpesh. Deri zotri. O, sa të shpesh. Ishte dorë. E shikoni njerëz, ends me kon, tona t'i bën. Ja, po s'jam unë nëns, prandaj se... Edhe që do puthja i gjarpri ishte të mërshme. Kam puthur shumë gjarprin në këtë jetë dhe pa e ditur që ishin gjarprin, kështu që you're gonna be fine, my friends. Oh. Erdhëm në pjesën ku Më kulminante. do t'i që shenëta. Pjesën më të nxehtë, lojën më të vështirë. Këtu ke 3 pyetje, të cilat do i përgjigjesh ose jo, në varësi çfarë do ti. Çfarë do Se ke të drejtën, në fund të ditës se jetojmë në demokraci. Kemi vullnet të lirë. Por nëse zgjedh të mos përgjigjesh, duhet të hash këtë specin këtu që është shumë. Mos çikadej madh. Është përvolues, sa to s'tregojë pak speckën siç e kemi. Që të të them unë, Enca ka shkuar në serat e lushnjës, e ka marrë për ty dhe ka ardhur sot në intervistë. Absolutisht. E kemi Kështu që zgjidhe vetë pyetjen e parë. Po e zgjedh. Më të trashën mori, më të tamen. Ja.
Sa ka qenë pagesa më e madhe që ke marrë për një koncert? Wild Ass Spacing. Skarue Speci për më vonë, se mos ka dhe më të keqe se kjo. Okej. Po dhe kjo ka qenë me 4-0. Mbi 10.000 euro. Ku ishte apostrofi? Tek cila? 4-0 dhe një numër mbi. Mbi 2? Po. 20.000 euro? Mbi 20.000 Po, euro? ai ka qenë në një koncert më të madh. 50.000 euro. Shiko, duken shumë, por njerëzit nuk e dinë se sa shpenzime ka kjo punë edhe. Po shpenzime ke ti? Motor, bravo të qoftë. Ka Ashtu. qenë një koncert i madh jashtë shtetit që kemi bërë by the way në Kurdistan, so. Pi dhan lekët, kokër me kokër. Kesh apo në bank? Si ti japi? Me Flori. Në bank. Pyetja e radhës, zgjidh mes dy. Okej. Cila është gjëja më e çuditshme që të kanë kërkuar në OnlyFans ose ha Specin? Na trego pak se jemi shumë kurioz për OnlyFansin tënd. Çfarë ndodh aty? Gjëja më e çuditshme që më vjen direkt në mendje se ka ndodhur kështu recently, kohët e fundit, ka qenë një djalë që kishte ndërtuar një faltore me fotot e mia. Jo. Dhe ku ai falet aty, he was like a submissive, and ai falet aty, and he basically pays for me to watch the videos of him praying. Si tu watch, vetëm të shohësh? Të me të na i paguan që vetëm ti ta shohësh të kësa i falet mbi fotot e tua. Zoti ynë Ju e do të shqazia. A shqiptar apo shquaj? Nuk e di të them të drejtën, it doesn't matter. Matter? Mendoj që What? nuk e di. Enca si ndjesh që e zoti dikujt? Good. I mean, God is a Gati woman. në omën ato do bëja. Vetëm kjo është më Po, diçka që ekstremja, të kërkojnë diçka ty. është po. Po praq, ai Foto. kërkon mua që unë ta shikoj videon që ai më dërgon, kundrejt një pagesë. Po foto këmbër se kam dëgjuar që këmbët kanë plas shumë hapur. Është tjetër program. Janë gjëja më, besoj që edhe Juve ndoshta e kanë kërkuar. Jo, edhe mami ka kërkuar, po S'ke dashur vetë, besoj. Dhe pyetja e fundit. Okej. Nuk e dia do përgjigjesh. Këto dy ishim kështu progressively më hot. Ta shohin nëse kjo Kjo fundit është do jetë. fundit godet gjithmonë. Okej. Kjo ka të bëj pak me balancat në showbiz. Rendit artistet sipas shijes tënde muzikore. Dafina, Elvana, Tajna, Dhurata, Gjensila. Interesante, një top 5. Interesante, jo, vërtet janë artiste shumë të mira, edhe me shumë për tyre jemi rritur, edhe unë dhe Brizim duke i dëgjuar. Dafina, Elvana, Tajna, Dhurata, Gjensila. Apo kemi bërë në rënditje? Mendoj se do doja t'i respektoja dhe gocat, edhe nuk do doja të bëja diferencime, kështu që ka ardhur koha e Spec. Oh, you're such a girl's girl. E la Specin për në fund. Girls, ta thamë. Pra, Dafina, Elvana, Dhurata, Tajna dhe Gjensila. This is for you. This is for you. Nëse një ditë ju vjen rasti dhe nuk më zgjidhe mua, it's gonna be issues. Shaka. Ja, dhe tu të pritet. It's gonna be Ka që ishte një romanci. Speci shumë i Tani ne mirë. nuk do të lëm të ikash pa na kënduar një këngë. Pa. Dhe besoj do na këndosh këngën e re. Po, dhe këndojmë këngën e re. Shusha. Ke nevojë për ndihmë nga ne? Do që ta shkatrojmë këngë? A dini ju mbajt ISO? Uf, Keni mbajt në herë ISO përpara? kemi mbaj, po futia çast mbaj. Iso jo. Provojeni një, bëni një Si bëhet? Si bëhet? Hajde. Po, e më do bëni kështu dhe. Jo e o mendoj, në shumë. Njëri e, tjetri o. Okej, ti bëj e, le bëjmë të Është dy një bëjmë. që fake duke që e këndon me pak zë, po okej. Atëherë, po e nisun fjalinë e parë dhe pastaj ju kapni tek e tjera. Në mëngjes pas barëtita të gjomba njëta shkonte moj pasha, shkonte dita ajo moj që shkonte për Aj, Ja pra ku jemi grupi i re i sos polifonike shqiptare. Për çdo Shkruaj event. grupi jonë. Atëherë, F-A-K. E fake! Ky e dini ku ta kontakton. Shpesi Muneston e cila ka mbrojtur dhe ISO polifonin. Të na mbrojnë veneta. Enta realisht shumë faleminderit për intervistën. Tash juan këtë Nuk e intervistë. di si do dukem Jam nga ty. kënaqur shumë, dhëmbët kështu kanë qenë ndërkohë. Unë jam shumë e lumtur që realisht një artiste big
kaq e madhe sa ty Enca, është në të vërtet një njeri shumë i thjeshtë, shumë humble, Shumë e vërtetë. shumë i dashur. Jashtë kamerave. Po, dhe që jo të gjithë janë kështu të themi të drejtën, kështu që kjo është një merit e jotja, por edhe familjes e cilat ka rritur. Unë se mendoja kur që rjetën time do ngjitesha këtu me dy miqtë mi me të mirë, me Encën, duke u kënaqur, duke bërë një super intervistë. Faleminderit që na e besove. Je perfekte, je pikërisht ajo që mendon që je, sepse je. Faleminderit. Dhe që ndofshin momentet bukura si ky. Amin, Edhe pashim të gjithë ne një verë amazing, të mbushur me dashuri, me momente kaliente. Me vasha të ri. Me basha të Dhe me rëllë. koncerte nga ty Enca të lutem me dashur. Kështu që ju pres, kur të bëjmë koncertin e parë në Tiranë, ju pres. Do jemi aty patjetër për ta kallur. Faleminderit Terenca për bisedën. Të urojmë shumë suksese. E dim që do e kallur, shpej vazhdim. Kigenca in the building! Dhe ne do të jemi sërish në episodin e radhës në orën 8 çdo të premte. Andale, Mirupafshim. pacim ju. Ándale.